e qeverisë. Ne do të vazhdojmë, natyrisht dhe regjia më tregoni nëse do të kemi fillimin e seancës. Zoti Sejdiu, pra erdhëm në një pikë që kishte filluar me skenarin e Kurtit në seancën e parë të legislaturës së kaluar. Kandidatura e zonjës Albulena Agjiu për kryetarët e kuvendit. Kaloi gati 10 muaj, mund të themi një vit, që kjo u arrit pastaj. Po, dhe do me thonë, po besoj që ne do të shohim një qeveri të sonte të votuar, dhe javën tjetër seancën e parë do ta kemi për buxhet dhe marrëveshje ndërkombëtare. Po besoj që javën tjetër fillon ky diskutimi për presidencë. Jo më herët, nuk e shihni më herët. Jo më herët, përveç nëse do me thonë ka një dakordim me ndonjë prej subjekteve opozitare për cilën ne nuk kemi informacion apo edhe nuk është bërë publik. Për ndryshe, nuk shoh logjikisht kështu nëse sillemi politikisht, nuk shoh një mënyrë që subjektet politike opozitare mund të përkrahin për president dikend pa marrëveshje politike. Ku kanë deklaruar që pa marrëveshje politike nuk e përkrahin. Por tash me votimin e qeverisë sonte, dhe nëse kjo qeveri është ekskluzive, VV dhe minoritetet cilat e votojnë, atëre diskutimi marrëveshjes politike është, që me thonë, një kot. Pse? Po, cila është marrëveshja politike? Po, marrëveshja politike për kandidatin ose kandidaturën për president. Çka përfiton opozita nga jetë? Po, çka ka opozita në këtë muhabet? Tjetë e pranueshme për ta. Për çka? Çfarë roli ka presidenti i Republikës së Kosovës, bre? Ka rol. Çka? Po hajde për shembull çysh ndikon në jetën e qytetarit të Republikës së Kosovës presidenti i Republikës. Kallëzom çysh ndreqet cilësia e jetës së qytetarit të Republikës për presidentin e Republikës. Çfarë ndikimi ka në administratë tatimore? Çfarë ndikimi ka në vitra? Çfarë ndikimi ka në sistem? Në kthimin e ligjeve. Aha, okay. Në politikë jashtë. Ashtu edhe demokraci ki ekziston. Jo, unë nuk jam Presidenti i Kosovës ka shumë rol në Kosovë dhe e kemi zotin Deda që ka punuar presidencë. Aty ka nevojë me qenë një figurë ku të gjithë kanë besim. Që ajo është marrëveshja politike, Dardan. Tjertë me pas besim, me qenë rahat me qenë. Marrëveshje politike për me pas besim në një person nga 3 cilin ata do ta diskutojnë bashkë. Për çfarë mandati? Le të mirën vesh. Për çfarë mandati? Do me thonë, duhet të kuptohemi se na jena të folë për një subjekt politik i cili se cilin vendim gjykatës kushtetuese, përveç këtij të fundit, e ka sfidu deri në fund. Dhe një presidente e cila nuk ka bërë kurrë për atë punë. Do me thonë, nëse prap jemi të shku në situatë ku presidenti i Republikës i nënshtrohet nevojës politike të pushtetit absolut që e ka sot lëvizjave të vendosje, çfarë marrëveshje politike ne të fol? Më falni se unë s'e kuptoj. Na mundemi me fol që shkruan në kushtetut. Mirë, po. Cila është dëshira jonë dhe vullneti jonë? Marrëveshja politike. Ne s'kemi parë që ndonjë nga këto parti opozitare kanë thënë se do dëshironin të bënin pjesë e qeverisë. Po jo, nëse thu marrëveshje politike, atëherë po thoni me sonte. Jo, e keni problem tjetër. Nëse ti del si parti opozitare thu du marrëveshje politike për me ta votu presidentin, e nuk jetu menu me hinë qeveri, ose me marrë një farë përgjithësie në qeveri, atëre kem problem serios me partitë opozitare. Do me thonë, me ambicjen e partive opozitare, unë kom problem serios. Nëse ambicia partive... Pa votat partive opozitare, nuk do të kemi president. Po, pra. Thjeshtë kjo. Mirë. Po, ata s'po thonë që votat nuk i japin me çdo kusht. Po thonë, tulimi të merremi vesh se me çfarë kushtesh japin votën. Dhe nëse marrëveshja politike është për me zgjedh një president për 5 vite të ardhshme dhe pazari politik, që kjo pazari politik i tyre është Adriatiku buri mirë, ose Afërdita është një grua e mirë e njohim dhe besojna në integritetin e saj, nëse që kjo pazari politik, më falni, do me thonë, unë e kom një problem serios me mënyrën se qysh kjo opozit, ose në fakt ta shpekuptej qysh kjo opozit kam ri ku kam ri. Po, kuptoj. Pra ta shpekuptej. Zoti Gorani, a mund të themi se s'poshojmë rol aktiv fare të opozitës? Une pyetjen besoj retorike të Dardanit, po mundona me kuptu brenda një toni ironik që është ka
ka e shpalose, ajo fshehet prapa një pyetje reale. Nëse politika shtetnore ngërthen intereset e grupeve, atër ato intereset grupeve ishin deshte edhe mu artikulu. Cili është interesi i opozitës në kontekstin e pushtetit, cilin se ka,